Nuk do të ketë shtyrje të vitit shkollor për shkak të viruseve dhe gripit. Edhe përkundër numrit të lartë të prekurve me grip, gjysmëvjetori i dytë nuk do të shtyhet dhe do të fillojë në kohë. Pra më 20 janar, nxënësit do të kthehen në shkollë. Këtë e tha Ministria e Arsimit Vesna Janevska në një komunikim me mediat. Të gjithë shkollat do të fillojnë me kohë gjysmëvjetorin e dytë, sepse tashmë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndetit Publik morëm konfirmim se nuk do të ketë pengesa për fillimin e gjysmëvjetorit të ri shkollor. U bëj apel prindërve që nxënësit të jenë të rregullt në shkollë dhe të mungojnë sa më rrallë, sepse të gjitha hulumtimet, si në Maqedoni, ashtu edhe në mbar botën, tregojnë se nxënësit që i ndjekin rregullisht mësimet arrin rezultatet më të mira. U bëj apel që të ndalen praktikat e moslejimit të fëmijëve për të shkuar në shkollë kur ka pushime me çmime të volitshme. Kjo duhet të harrohet dhe në shkollë duhet të shkohet nga dita e parë deri në ditën e fundit, theksoi Ministria e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska. Në ndërkohë, shkollat në Tetov kanë bërë përgatitjet e fundit për fillimin e vitit të ri shkollor. Sipas udhëheqësisë së sektorit për arsim, në komunën e Tetovës, më 20 janar, nxënësit do të vijojnë mësimin pa asnjë problem. Po, sipas kalendarit vjetor të Ministrisë për Arsim dhe Shkencë për shkollat fillore dhe të mesme, pushimi dimëror i nxënësve filloi me datë 31 dhjetor dhe përfundon më datë 19 janar, ku nxënësit më 20 janar duhet të kthehen në procesit edukativ arsimor. Komuna e Tetovës, sektori për veprimtari publike, është në komunikim të vazhdueshëm me gjithë udhëheqësit e institucioneve të shkollave të fillore dhe të mesme, dhe janë të përgatitura të gjitha shkollat që ky proces edukativ arsimor të fillojë gjysmëvjetori i dytë pa asnjë lloj problematike, pengese, dhe shpresojmë që ky vit shkollor apo ky gjysmëvjetori i dytë të jetë i suksesshëm dhe nxënësit të kthehen në bankave shkollore. Sipas Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, praktika ka treguar se fëmijët arrin rezultate më të mira nëse ndjekin mësimin nga dita e parë deri në ditën e fundit të vitit shkollor. Në ndërkohë, shkollat janë të përgatitura dhe presin nxënësit të kthehen në bankat shkollore nga e marta, më 20 janar. Me çrast do të fillojë gjysmëvjetori i dytë i vitit shkollor në gjithë territorin e shtetit.